Ndeshje jashtëzakonisht e vlefshme për Prishtinën, por edhe për Gjilanin. Nis drita vjen pishkëllima nga gjyqtari nga Podujeva Bardajeti. Avancon aty Bilali, jo mirë, Raci tani, Kqiku edhe njerë tjetër, nga një pozit e vështirë, 1-0 Gjilani. Natyrisht goli gjithi dedikohet Oltion Bilalit. Teksa ne po e shojmë edhe njerë tjetër golin e Gjilanit, kjo goditje. Kimi lartë është goditja me kokë, 2-0 Gjilani. Minuta 48, por pozicion jashtëloje, thot Ancori. Shënë këtu, definitivisht golin nuk vlen anulot. Është pozicion jashtëloje për Ragan Spajic. Shohem, ja, fillimisht momentin. Jalapeni dhe Krasniqi. Pasimi në krahun e djathtë. Limani goditja Gnapi, 1-1. Barazon Prishtina. Këtu gjithë shka është në regull. I pastër goli. Asistim perfekt nga Limani. I vëmendshëm është Aksel Gnapi. Goli pranohet definitivisht. Thaçi Samir, mundësia këtu, goditja. Aksioni edhe pritja e Kolajt. Jashtëzakonshëm portieri i Prishtinës. Arkimi i lartë. Drejt Jarović, goditja. Senad Jarović, bomberi i Gjilanit, arrin të shënoj një gol teje të rëndësishëm. Edhe njërë tjetër. Qillova në krah Limani tani. Limani, mundësi Ahmeti. Ahmeti, aksioni është i gjatë, goditja deviot, mundësi, Tollovi para portierit, Jalapeni jashtë. Kaq mjafton, thot Bardajeti, 3 pikë për Skiftera.